Transmeton Sa'd ibn Ibrahimi, prej birit të Ka'b ibn Malikut, sipas të cilit Ka'b ibn Maliku ka thënë: I dërguari i Allahut, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: besimtari është si fidan i mbjell, derisa të forcohet era e lëkun dhe përkul atë. Ndonjëherë rrezon për dhe, e ndonjëherë drejton, por ai nuk thyhet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, veç prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Përshëndetjet e përzemërt të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij të pastërt, shokëve të tij besnik dhe gjithë besimtarëve që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, gjunahet janë një derë që çdo kush ka trokitur në to. Gjunahet janë një det që çdo kush ka nëtuar në to. Çdo njeri gabon, çdo njeri mëkaton, e mëkaton Allahun xhalla xhelalu, përveç atyre që Allahu xhalla xhelalu i ka zgjedh. E ato janë pejgamberët e Zotit. Pejgamberët e Zotit janë ata të cilët quhen el ma'sumun, të mbrojturit nga gjunahet, ndërsa njerëzit janë ata që gabojnë. Unë dhe ti jemi gabimtar. Pejgamberi alayhi salam thot: kullu bani Adam khata, çdo biri i Ademit është gabimtar. Wa khairul khata'in at-tawwabun, ndërsa gabimtari më i mirë është ai i cili pendohet. Pra, njerëzit gabojnë, por Allahu e don atë që gabon dhe pastaj pendohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vërtet thot: pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im. Po të ishit ju një popull që nuk do të gabonit, Allahu do t'ju largonte juve nga kjo tokë dhe do të sjellte njerëz të tjerë që gabojnë dhe pastaj i kërkojnë Allahut falje. Pra, Allahu i don ata njerëz që bëjnë gabim dhe pastaj ata pendohen. Shumë prej njerëzve thonë që unë kam gabime, unë kam gjunahe, a ka për mua një derë që të pendohem? Çdo kush prej neve ka një derë me cilën mund të hap ata dhe ta gjenë mëshirën e Allahu xhalla xhelalu. Çdo kush prej neve mund të pendohet. Allahu për besimtarin thot: inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata që pendohen dhe i don ata që pastrohen. Andaj, të nderuar vëllezër dhe motra, çdo kush prej neve mund të pendohet te Allahu xhalla xhelalu. Dikush ka mundësi që nuk e din mënyrën se si duhet pendohet te Zoti, e ne përmes kësaj ligjërate do t'ua mundsojmë juve, t'ju tregojmë se si ka mundësi njeriu të pendohet. Çfarë rrugë duhet të ndjek njeriu që ta gjejë shpëtimin dhe të pendohet tek Allahu xhalla xhelalu. Sipas transmetimit të përcjell nga Ebu Hurajre, i dërguari i Allahut ka urdhëruar: nëse robi bën ndonjë mëkat, në zemrën e tij formohet një pikë e zezë. Nëse ai tërhiqet nga mëkati dhe kërkon falje, pendohet e kthehet te Allahut, zemra e tij pastrohet. Nëse përsërit të njëjtin gabim, atëherë pika e zezë rritet derisa në fund e mbulon të gjithë zemrën. Kjo është nxirrja e zemrave që përmend Allahu. Nuk është ashtu, por veprat e tyre të këqija u kanë mbuluar zemrat. Çka i ndihmon njeriu për ta lënë një gjuna? Për ta lënë një gjuna, njeriu duhet ta dinë pasojën që ia sjell mëkati. Allahu për dietarët në Kur'an thot: innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Njerëzit që më shumë t'ia kanë frikën Zotit janë dietarët. O Zot, po pse dietarët ta kanë frikën më shumë ty? Për shkak se ata e dinë urdhrin që Allahu i ka urdhëruar dhe e bën ata që Zoti i urdhëron, dhe ata e dinë rrezikun e gjunahut dhe largohen prej saj. Pse njerëzit nuk i afrohen zjarrit? Për shkak se e dinë se nëse i afrohesh zjarrit mund të digjesh. Pse njeriu e ruan arin? Për shkak se ja din vlerën e asaj dhe e ruan. Po nëse njeriu nuk e din vlerën e arit, ai nuk e ruan dhe mund ta hup atë. Dietarët kanë thënë: el mefahim tu'athiru ala al-harakati was-sakanat. Ashtu siç i kuptojmë gjërat, të kuptuarit e gjërave ndikon në sjelljet dhe në veprimet e njeriut. E njeriu në momentin që e din rrezikun nga gjunahu, ai largohet nga gjunahu.
Kjo është e para që i ndihmon njeriu për ta lënë një gjuna. Pra njeriu duhet ta dinë rrezikun që ia sjell një gjuna. E çka duhet të dish ti, vëlla dhe motre e nderuar? Çfarë duhet të dish ti për gjunahun? Ajo që duhet të dish ti për gjunahun është se fati i njeriu, fati jot dhe fati im qëndron tek unë, qëndron në dorën time. Nëse dua unë, mund të jem i lumtur. Nëse dua unë, mund të jem i keq. Nëse dua unë, mund të jetoj një jetë të vështirë. Kjo është në zgjedhjen time. Allahu në Kur'an thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahum hayatan tayyiba." Kush e bën një punë të mirë, duke qenë besimtar ose besimtare, ne atij do t'ja mundsojmë një jetë të këndshme. Pra nëse dëshiron një jetë të këndshme, duhet të jesh musliman dhe duhet të punosh mirë. Ose për ndryshe, nëse nuk je prej këtij grupi, Allahu në Kur'an thot në surën Taha: "Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kushdo që ja kthen fytyrën, ja kthen shpinën udhëzimit tim, ja kthen shpinën fjalës sime, unë ati do t'ja mundsoj një jetë të vështirë. Pra, i nderuar vëlla dhe i nderuar motër, ti je ai ose ti je ajo që e përzgjedh jetën tënde. A dëshiron të jetosh një jetë të lumtur, a dëshiron të jetosh një jetë të keqe? Po që se dëshiron të jetosh një jetë të lumtur, duhet të largohesh nga mëkatet dhe të adhurosh Allahun ashtu siç kërkon ai, duke i kryer obligimet që Allahu kërkon dhe duke u larguar nga ato që Allahu na ka ndaluar. Kjo është e para që duhet besimtari dhe besimtarja ta dinë për gjunahun. Pra duhet ta dinë se njeriu përmes mëkatit, njeriu t'ja vështirëson dhe ja prish jetën. Transmetohet nga Abu Huraira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar: Allahu e ka minjanuar mendje mallësinë e kohës së padijes dhe traditën e krenarisë nëpërmjet etërve. Dallimi vetëm është: besimtari i devotshëm dhe mëkatari pa fat. Njerëzit janë bijtë Ademit dhe Ademi është krijuar nga balta. E dyta që duhet ta dinë njeriu për mëkatin është se mëkati është më i fuqishëm se njeriu. Njeriu nëse nuk e ka ndihmën e Zotit, mëkati ka mundësi që atë ta mposhtë. Për këtë arsye, asnjë njeri mos të mashtrohet dhe thot: "Unë jam musliman i mirë, shkoj aty ku ka gjuna dhe nuk bie në gjuna." Jo, kështu mos thuaj asnjëherë. Për arsye se njeriu po që se ju afrua mëkatit dhe ju afrua derës së mëkatit, ai do të bie në të. Tregon pejgamberi alayhi salam dhe thot se çdo mëkat e ka nga një derë. E kur muslimani afrohet asaj dere, një thirrës nga qielli thot: "Wayhak la taftahu, in taftahu talijhu." Thot: "Ahi mirë ti, mos e hap derën, po se që nëse e hap derën, do të bihesh në mëkat." Për ta shpjeguar këtë gjë më mirë, komentuesit e Kur'anit na kanë sjell neve një tregim që ka ndodhur para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka ndodhur në kohën e Beni Israilve, në kohën e jehudive. Ka qenë një jehudi, një Beni Israil, i cili thuhet që e ka adhuruar Allahun 70 vite. 70 vite, shejtani nuk ka pas mundësi që ta mashtron këtë njeri. Ky njeri quhej Bursisa. Ky njeri ishte adhurues i madh i Zotit. Një ditë prej ditëve, i shkuan 3 vllazni Bursisës në shtëpinë e tij. E ky një adhurues i madh i Allahu xhela xhelalu. I shkuan këtij njeriu, i shkuan Bursisës dhe i thanë: "O Bursisa, ne e kemi një motër e cila nuk ka kush që të përkujdeset për ta, për shkak se ne vëllezërit e saj do të shkojmë që të luftojmë në rrugën e Zotit, e ajo do të jetë e vetmuar. A ke mundësi Bursisa ti që të kujdesesh për ta, përderisa ne jemi në luftë e ti të përkujdesesh për motrën tonë?" Bursisa që si një adhurues i madh i Zotit në fillim tha: "Jo, unë nuk mund që të kujdesem për ta, për shkak se unë jam një adhurues i madh i Zotit, unë nuk mund që të përkujdesem për të." Vëllezërit e tij ja dhënë një mundësi. I thanë: "O Bursisa, ne do ta ndërtojmë një shtëpi ngjit me shtëpinë tënde dhe aty do të jeton motra jonë. A ke mundësi që ti çdo ditë vetëm t'ja lësh ushqimin asaj te dera dhe ti të kthehesh dhe të adhurosh Allahun xhela xhelalu?" Kështu u mashtrua Bursisa dhe pranoi që t'i ndërtohej asaj vajzës një shtëpi ngjit me shtëpinë e saj dhe që çdo ditë Bursisa t'ia dërgon ushqimin kësaj vajzës. Detyra e Bursisës
ishte që ushqimin të jalinte te dera pa e parë atë vajzën. Dhe kështu bursisa çdo ditë e adhuronte Zotin, kur vinte koha e ushqimit, e mirte ushqimin dhe ja dërgonte kësaj vajzës te dera. Një ditë prej ditëve, shejtani i shkoi bursisës dhe i tha: "O bursisa, kur të shkosh dhe t'ja lësh ushqimin, jepi selam asaj vajze, për shkak se ndoshta ajo ka vdekë e ti nuk e din. Ndoshta ajo ka ndru jetë e ti nuk e din se ajo ka ndru jetë." Dhe bursisa u mashtrua dhe tha: "Kështu do të veproj." Dhe çdo herë që ja dërgonte ushqimin, ja linte ushqimin para derës, i trokiste në derë dhe thonte "Esselamu aleikum." Ajo ja kthente përgjigjen dhe thonte "Aleikum selam." Dhe kështu bursisa kthehej dhe adhuronte Allahun xhela xhelalu. Pas një periudhe, përsëri shejtani i shkoi dhe e mashtroi bursisën. Herën e dytë, kur shkoi shejtani, e mashtroi me një gjë tjetër. Tha: "O bursisa, kur të shkosh te ajo vajza, ndoshta ajo është e marrueshme, është e turpshme, i vjen marrë, i vjen turp. Pyete, mos ke ndonjë ndonjë nevojë që duhet unë ta kryj?" Dhe bursisa përsëri u mashtrua dhe tha: "Edhe këtë do ta bëj." Kështu filloi bursisa, shkonte te kjo vajza, ja dërgonte ushqimin, trokiste në derë, i jepte selam dhe pastaj i pyeste: "Oj vajz, a ke ndonjë dëshirë, a ke ndonjë nevojë?" Nëse kishte ndonjë nevojë, bursisi ja krynte nevojën, po nëse nuk kishte ndonjë nevojë, ai kthehej dhe adhuronte Allahun xhela xhelalu. Kështu vazhdoi dita e ditës, derisa pas një periudhe, përsëri ky shejtani shkoi te bursisa dhe i tha: "O bursisa, ti je një adhurues i madh i Zotit. Ti kur të shkosh dhe t'ja lësh ushqimin para derës, hyn brenda, për arsye se njerëzit do të shohin dhe do të thonë: ti adhurues i madh, si mundesh të flasësh me një vajzë çdo ditë?" Dhe kështu bursisa u mashtrua përsëri. Shkonte te kjo vajza, mirë po kësaj radhe nuk trokiti në derë, por hyrin brenda në shtëpi. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vetmohet një djalë me një vajzë, vetëm se shejtani është i treti i tyre. Dhe kështu ata bursisa bashkë me këtë vajzën ran në gjuna, e bën mëkatin. Dhe bursisa pasi që e bëri mëkatin, u kthye në shtëpinë e tij dhe filloi të çaj dhe të bërtas nga mëkati që e kishte bërë. Dhe kështu filloi të pendohej te Allahu xhela xhelalu. Mirpo, ky mëkat sjelli edhe pasoja. Vajza mbeti shtatzën. Pas një periudhe, kjo vajzë lindi. Dhe pasi që lindi, një ditë prej ditëve, shejtani i shkoi prapë bursisës dhe i tha: "O bursisa, njerëzit do ta kuptojnë që fëmiu është i yti dhe ti e ke bë këtë me mëkat. Merë fëmijën dhe largoje dhe mbyte." Dhe kështu bursisa shkoi dhe një ditë e mori fëmijën e tij, e shkçoi me një shkretir dhe e mbyti. Pasi që e mbyti, rrugës duke e kthyer tha: "O bursisa, a mendon që ajo vajza nuk do t'ju tregon vëllezërve të ti që ti ke bën një mëkat me të?" Shejtani i tha: "O bursisa, shko merre vajzën dhe në vendin e njëjtë ku e ke mbyt djalin, mbyt edhe këtë vajzën." Dhe kështu veproi bursisa. Shkoi e mori këtë vajzën, e dërgoi në shkretir dhe në vendin e njëjtë ku e mbyti këtë djalin, e mbyti edhe vajzën. Dhe kështu bursisa u kthye përsëri në shtëpinë e tij dhe filloi të pendohej dhe filloi të adhuronte Allahun xhela xhelalu. Derisa një ditë prej ditëve erdhën vëllezërit e kësaj vajzës dhe shkuan te bursisa dhe i thanë: "O bursisa, po ku është motra jon?" Bursisa e formoi një gënjeshtër dhe tha: "Motra juaj u sëmur dhe vdiq dhe unë atë e vërosa." Dhe vëllezërit e kësaj vajzës shkuan në shtëpi dhe e pranuan caktimin e Zotit. Mirpo, në ëndër, shejtani u shkoi të treve dhe u tregoi ngjarjen që ndodhi, dhe kur zgjohen në mëngjes, shejtani u kishte treguar vendin se ku ishte mbytur kjo vajzë, ku ishte mbytur motra e tyre. Dhe këta tre vëllezërit shkuan në vendin e ngjarjes, në vendin ku e kishin mbytur këtë vajzë dhe fëmijën e saj, dhe e gjetën që për një mend bursisa e kishte mbytur vajzën. Dhe duke u kthyer për te bursisa dhe për ta kthyer hakun e motrës, shejtani i shkoi bursisës dhe i tha: "O bursisa, krejt këtë gjë ta kam bë unë.
krejt këtë dredhi të kam ba unë, apo dëshiron që unë të shpëtoj nga kjo dredhi që të kam ba? Bursisa tha po, më shpëto. Tha, më bën një herë sejdë mu dhe unë do të shpëtoj. Bursisa tha, po unë jam një adhurues i madh i Zotit, si të bëj në sejdë ty? Shejtani tha, më adhuro vetëm një herë, më bje në sejdë vetëm një herë, unë do të shpëtoj prej vëllezërve të ti. Dhe në momentin kur Bursisa i bjen në sejdë shejtanit, në atë moment hyn vëllezërit e asaj vajzës dhe e mbytin Bursisën. Kështu është puna e shejtanit. Fillon me një selam, fillon me një përshëndetje, fillon duke e pyetur a ke ndonjë nevojë dhe përfundon duke i rënë në sejdë iblisit. Për këtë arsye, Allahu në Kur'an thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besuar, la tattabi'u khutuwati shaytan, mos i ndjekni hapat e shejtanit, innahu lakum aduwwun mubin, se me të vërtetë ai është armiku juaj i hapur. Përcillet nga Abu Huraira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar: Zoti jon, çdo natë në 1/3 e fundit të saj zbret në qiellin e tokës me mëshirën e tij dhe urdhëron: a ka ndonjë që na lutet që t'ja pranoj lutjen? A nuk ka ndonjë që kërkon diçka prej meje që t'ja plotësoj kërkesën? A ka ndonjë që kërkon falje prej meje që ta fal? Gjëja e dytë që i ndihmon njeriu për ta lënë një mëkat është që njeriu të jetë i vendosur dhe të jetë serioz. Çfarë do të thotë serioziteti dhe vendoshmëria? Serioziteti dhe vendoshmëria do të thotë që kur Zoti kërkon prej teje diçka, ti ta bësh atë më një herë. Kur ti dëshiron të pendohesh, ti duhet t'i thuash Zotit tënd: o Zoti im, çfarë do që kërkon ti, unë do ta bëj. Dhe unë nuk do të luaj. Unë do të mundohem që gjithë urdhrat që ti i kërkon prej meje, unë t'i zbatoj. Kështu njeriu është i vendosur dhe serioz. Kjo jo vetëm në lënien e mëkatit. Kjo është edhe në jetën e përditshme. Nëse njeriu dëshiron të bën diçka në jetë, nëse nuk ka vendoshmëri dhe seriozitet, njeriu asnjëherë nuk mund të arrijë këtë. Allahu vendoshmërinë dhe seriozitetin nuk e kërkon vetëm prej neve, por këtë e ka kërkuar edhe prej vetë pejgamberëve. Paramendoni, Allahu në Kur'an thot për pejgamberin ton, thot: "Fastamsik billadhi uhiya ilayk", thot: o Muhammed, përmbaju, je i vendosur, je serioz në atë që ta kemi zbrit ty. Paramendoni, pejgamber i Zotit i thot Zoti vetë jesh i vendosur, e çka mbet puna ime dhe puna jote? Allahu nuk e kërkon vendoshmërinë vetëm prej Muhamedit alayhis salam. Vendoshmëri Allahu ka kërkuar edhe prej pejgamberëve të tjerë. Allahu thot për Yahyan: "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwa", o Yahya, merre librin me seriozitet. Allahu thot për Musa alayhis salam: "Fa khudha biquwa", o Musa, merre Teuratin me seriozitet, merre Teuratin me vendoshmëri. Ashtu siç është drejtu pejgamberëve, Allahu na drejtohet edhe neve. Allahu neve na thot: "Khudhu ma ataynakum biquwa wadhkuru ma fi". Allahu thot: jeni serioz dhe të vendosur në atë që ne u kemi zbritur juve dhe përkujtoni për atë që ne u kemi zbritur. Për çfarë arsye? La'allakum tattakun, nëse dëshironi që të largoheni nga mëkatet. Sa prej njerëzve janë serioz në urdhrat e Zotit? Sa prej neve e fal namazin në kohën e tij, ban e përkujton Allahun ashtu siç duhet? Sa prej nesh kërkojnë ndihmën e Zotit që Allahu t'i largon nga një mëkat përmes namazit të natës? Vëlla i dashur dhe motër e nderuar, çka mendoni sikurse një njeri ju thot, nëse zgjoheni në pjesën e 3 të natës, në ora 2 ose 3 të natës, do të jesh njeriu më i pasur në vend. Ti a do të zgjohej? Çdo kush prej nesh do të dëshironte që të zgjohej, që të bëhej njeriu më i pasur. E Allahu, i cili është krijuesi i qiellit dhe tokës, i cili është furnizuesi ynë, i cili është bujar dhe fisnik, thot: "Hel min sa'ilin fa u'tiyahu", a ka dikush që kërkon diçka e që unë t'ja jap? Këtë thënie Allahu e thot çdo natë në pjesën e 3 të natës. Sa prej nesh janë serioz dhe të vendosur që të zgjohen në pjesën e 3 të natës dhe t'i kërkojnë Allahut që Zoti me të vërtetë t'ja jep atë që ata e kërkojnë? Imam Shafiu ka thënë: duaja në pjesën e 3 të natës
i përngjason një shigjetari i cili me shigjetin e tij asnjëherë nuk ja huq. Besimtari i cili i lutet Allahut në pjesën e tretë të natës, Allahu gjithçysh do t'ja pranon lutjen që e ban robi drejt Zotit. Andaj, nëse robi kërkon nga Zoti që ti ta largon nga gjunahu, ta largon nga mëkati dhe të shpëtoj nga mëkati, duhet ti kërkoj Zotit vazhdimisht, ti kërkoj në pjesën e tretë të natës, ti kërkoj Zotit përmes namazit të ditës, ti kërkoj duke e përkujtuar Allahun ditën edhe natën, që ta largoj Allahu njeriu nga gjunahu. E nëse njeriu pra është i vendosur, pa dyshim që njeriu do të largohet nga gjunahu. Andaj Allahu tha: "Khudhu ma ataynakum biquwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Merreni atë që ju kemi zbrit, jeni të vendosur dhe serioz nëse dëshironi të largoheni nga mëkati. Ebu Sad el-Hudri ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Iblisi ka thënë Zotit: "Betohem për lartësinë dhe madhështinë tënde, se do të përpiqem t'i devijoj njerëzit deri në çastin e fundit." Ndërsa Allahu është përgjigjur: "Betohem për lartësinë dhe madhështinë time, se dhe unë do t'ja fal sa herë të pendohen." Njeriu që dëshiron të largohet nga mëkati, dhe kjo është rruga e tretë që duhet ta ndjek, është njeriu të largohet nga shoqëria e keqe. Nga se njeriu është i krijuar që të ndikohet nga rrethi, të ndikohet nga shoqëria. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kullu mauludin yuladu ala al-fitra." Çdo i posalindur lind me natyrshmërinë e pastërt. Pra çdo i lindur e lind si musliman. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Pastaj prindërit janë ata që fëmijën ose e bëjnë jehudi, ose e bëjnë krishter, ose e bëjnë një zerputist. Si mund të bëhet njeriu jehudi ose zjerputist ose i krishter? Bëhet duke u ndikuar nga rrethi. Ashtu siç është rrethi, ashtu bëhet edhe njeriu, nga se Allahu njeriun e ka bërë një krijesë e cila ndikohet nga shoqëria. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "El mar'u ala dini khalili." Njeriu është në fenë e shokut të tij. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Andaj njeriu duhet ta shikon se kan e ka marrë për shok. Pse thot pejgamberi alayhi salam kështu? Për shkak se pejgamberi i Zotit e din se njeriu ndikohet, nga rrethi dhe shoqëria, e për të qenë njeriu i mirë dhe për të larguar nga gjunahu, pejgamberi alayhi salam po na thot: "Shiko kanë e merr për shok, se nëse e merr për shok një njeri të keq, do të ndikohesh." Njeriu asnjëherë nuk duhet të mashtrohet dhe të thotë: "Unë rri me shoqëri të keqe, por unë nuk ndikohem." Jo, asnjëherë mos thuaj kështu, për shkak se nuk ka njeri në këtë botë i cili nuk ndikohet nga shoqëria dhe rrethi ku jeton. Për këtë unë e kam një argument. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Nazala al-hajaru al-aswadu min al-janna wa huwa ashaddu bayadan min al-laban." Thot pejgamberi alaihi salam, guri i Qabës, që quhet guri i zi, thot pejgamberi alayhi salam, kur ka zbrit nga xheneti, ka qenë më i bardhë se sa qumshti. Pra kur ka zbrit guri, ka zbrit i bardhë, më i bardhë se sa qumshti. Po çka e ka bërë atë të zi? Fasawadathu khataya bani Adam. Mirë po atë e kanë nxi, e kanë bërë të zezë mëkatet e njerëzve që janë afruar gurit. E dietarët thonë, kur guri është ndiku nga gjunahet e njerëzve, nga mëkatet e njerëzve që janë afruar gurit, çka mbetet puna ime dhe puna yte që ne nuk mund të ndikohemi nga njerëzit. Andaj, i nderuar vëlla dhe i nderuar motër, asnjëherë mos thuaj se unë nuk ndikohem nga rrethi dhe shoqëria, se çdo njeri ndikohet nga rrethi dhe shoqëria. Për këtë dua të tregoj një tregim. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, kur pejgamberi alayhis salam ishte në Mekë, kishte disa momente ose disa qaste kur pejgamberi alayhis salam i mësonte shokut e tij rreth ndonjë gjëje nga feja. Në mesin e atyre të cilët e ndëgjonin pejgamberin alayhis salam, ishte një njeri i quajtur Uqba ibn Abi Mu'ayt. Ky njeri ishte jo musliman, nuk e kishte pranuar fenë, mirë po, sillej mirë me pejgamberin e Zotit dhe i pëlqente ajo që e fliste pejgamberi alayhis salam. Mirë po, Uqba, ky njeri
e kishte një shok i cili ishte jo musliman, i cili sillej keq me pejgamberin alayhis salam. Një ditë ky shoku i tij, shoku i Ukbes, ishte nisur për një udhtim. Në momentin që është kthyer nga udhtimi, njerëzit kishin menduar se Ukbe është bërë musliman nga shkaku se sillej mirë me pejgamberin alayhis salam. Mirë po Ukbe nuk e kishte pranuar islamin. Mirë po vetëm se shkonte dhe dëgjonte pejgamberin alayhis salam çka fliste. Kur u kthye nga udhtimi, njerëzit e lajmëruan se shoku i tij e kishte pranuar islamin, edhe pse ai nuk e kishte pranuar. Ai tha: "Pasha Zotin, nuk do t'i flas atij derisa të shkon te Muhamedi dhe t'i bën dëm atij." Dhe Ukbe deri atë ditë ishte sillur mirë me pejgamberin e Zotit. E kur i tha shoku i tij që unë nuk do t'i flas atij derisa t'i bën dëm, duke e ndëgjuar shokun e tij, shkoi te pejgamberi i Zotit alayhis salam dhe e pështiu në fytyrë dhe mundua ta mbys atë. Ndërsa pejgamberi i Zotit, si një njeri i mirë, u mundua ta largoj atë dhe po kështu Ukbe u largua nga pejgamberi alayhis salam. Mirë po, këtu nuk përfundoi ngjarja, për arsye se pasi që pejgamberi alayhis salam shkoi në Medinë dhe luftën e parë që e bëri pejgamberi kundër arabëve, të cilët gjendeshin në Mekë, ishte lufta e Bedrit. Në këtë luftë, Ukbe, ky njeriu i cili ishte sillur mirë deri në një kohë me pejgamberin alayhis salam dhe në fund për ta kënaqur shokun e tij, shkoi dhe e pështiu në fytyrë pejgamberin alayhis salam. Në këtë luftë, në luftën e Bedrit, Ukbe ishte armiku i muslimanëve, ishte në palën e jo muslimanëve, dhe në këtë luftë vdes Ukbe. Në momentin kur Ukbe vdes, Allahu ja dërgon një ajet kuranor pejgamberit alayhis salam dhe i thot: "Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi", ditën kur zullumçari Ukbe do t'i han duart e tij. "Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila", ditën kur zullumçari Ukbe do t'i han duart e tij nga pendimi dhe do të thotë: "Ah, i miri unë, ta kishum marrë rrugën e pejgamberit. Ja wailata lam attakhidh fulanan khalila." Ah, i miri unë, mos ta kishum marrë shokun tim për shok, por ta kishum marrë pejgamberin. "Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani." Ai më ndaloi mua nga rruga e drejtë, më ndaloi mua nga Kurani dhe pejgamberi. "Wa kana al-insanu wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula." Me të vërtetë shejtani është në momentin më të rrezikshëm e braktis njeriu. Andaj i nderuar vëlla dhe e nderuar motër, po deshe që të largohesh nga gjunahu, duhet të largohesh nga shoqëria e keqe. Për këtë arsye, Allahu në surën Kahf thot: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi yuriduna wajha." Zoti thot, i drejtohet Muhamedit alayhis salam: "O Muhammed, qëndro me ata që i bëjnë Zotit dhikr, e përkujtojnë Allahun në mëngjes dhe mbrëmje, dhe mos e largo shikimin nga ata." Pastaj thot: "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina", dhe mos e ndjek atë i cili është dhëm pas epsheve të tij, "wa kana amruhu furuta", dhe punën e tij te Zoti e ka zi e mëzi. Përcillet nga Abdullah ibn Mesudi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar: "Njeriu t'i afrohen si shejtani ashtu edhe meleku. Shejtani afrohet për ta orientuar nga e keqja dhe për të mohuar të vërtetën, ndërsa meleku i afrohet për ta orientuar nga e mira dhe për të verifikuar të vërtetën. Kush ta ndjej këtë, sugjerimin e melekut, ta di se është nga Allahu dhe le ta falenderoj atë. Dhe ai që ndjen tjetrën, cytjet e shejtanit, le të strehohet tek Allahu nga shejtani i mallkuar." I nderuar vëlla dhe e nderuar motër, çdo kush prej nesh kërkon gëzim, çdo kush prej nesh kërkon lumturi në këtë botë. Lumturinë e gjen në besim, lumturinë e gjen në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit alayhis salam. Dije se Allahu lumturinë e ka lidhur me besimin, e ka lidhur me besimin larg mëkateve. Çdo kush që e kërkon gëzimin dhe lumturinë larg Zotit dhe larg pejgamberit, le të harron se ai asnjëherë nuk do të mund ta gjejë atë gëzim dhe atë lumturi.
Për shkak se Allahu, ashtu siç thash, e ka lidh gëzimin dhe lumturinë me besimin. Allahu në Kur'an thot: "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh." Zoti thot: kërkoni falje Zotit dhe kthehuni ka ai. Për çfarë arsye? Yumatti'ukum mata'an hasana. Nëse dëshironi që Zoti t'ju jep çaste të bukura në këtë botë, po nëse dëshiron lumturi dhe rahati, atë do ta gjesh në besim. Andaj Allahu edhe me një ajet tjetër thot: "Fa amanu famatta'nahum ila hin." Ata besuan dhe kështu ne atyre ju dham jetë të lumtur. Andaj i nderuar vëlla dhe i nderuar motër, po që se dëshiron lumturi, atë e gjen në Kur'an dhe në Sunet, dhe nuk e kërkon në gjëra që Allahu dhe pejgamberi i kanë ndaluar.